Ish kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ka hedhur akuza të forta ndaj Lulzim Bashës dhe ka bërë përgjegjës për atë që ajo e cilëson një fushat denigruese ndaj saj dhe familjes së saj në disa portale online. Në një video të publikuar në rrjetet sociale të shoqëruar me mesazhin, një mesazh për spaçatorët, Kryemadhi deklaron se mbas sulmeve mediatike qëndron pikërisht ish aleati i saj politik. U bë disa kohë faktikisht që portale miniatur të vogla me shumë pak ndjekësa, por që faktikisht kanë investime shumë të mëdha financiare në zyra, në dizajn, në mirëmbajtje, në servera, kanë marrë një fushat denigruese ndaj meje dhe familjes time. Nuk kam asnjë lloj problemi. Ajo pretendon se Basha ka investuar në media dhe figura publike për të ndikuar në diskursin politik dhe publik ndaj saj. Investitori strategjik i tyre që nuk ishte gjë tjetër veç se një ish bashkëluftëtari im i opozitës Lulzim Basha, të cilin e vlerësoj shumë për guximin e madh që ka, sepse është investuar edhe në mediat të showbizit, edhe në mediat e politike, edhe në gazetarë për te politikës. Dhe lidhjet që ka ai si një ish student i financuar nga Sorosi dhe me gazetarë të cilët janë financuar deri më sot nga fondacionet e Soros. Në reagimin e saj, Kryemadhi riktheu në vëmendje dhe çështjen e financimeve ruse për lobime në SBA dhe paralajmëroi se dosja nuk është mbyllur nga SPAK. Dosja e financimeve ruse për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Lulzim Bashës, çështja Muzin, vërtet e ka zënë plurin në zyrat e SPAK-ut, por nuk është mbyllur dhe ajo një ditë do të hapet. Në mos është hapur, por unë dua që ju, kur i merrni ato zarfat me lek nga Lulzim Basha, apo nga ata që ju paguajnë për të bërë shkrime, keni parasysh që të dini origjinën e atyre parave nga vijnë. Mëtej Kryemadhi paralajmëroi gazetarë dhe portale të cilët sipas saj financohen nga njerëz pranë Bashës dhe ngriti dyshime mbi burimin e këtyre financimeve. Kryemadhi deklaron se personat që përfitojnë para për të shpërndar lajme denigruese duhet të jenë të kujdesshëm për origjinën e tyre, pasi nesër sipas saj mund të rezultojë se ato kanë lidhje me financime ruse.